Shfaqje satanike, simbole satanike, Eurovision. Festivali i dikurshëm Europian i këngës, festa dhe gara më e madhe e muzikës profesioniste mes shteteve të Europës së kulturuar, ka degeneruar. Është shndruar në një shfaqje të turpshme për nga muzika, pentagrami, performanca, paraqitje skenike, etika dhe estetika. Gjithçka me qëllim. Festa më e madhe e këngës është kryer në mjet propagande politike dhe sociale, në instrument promovimi dhe injektimit një forme jetese dhe sjellje diabolike. Ky organizim i muzikës europiane po promovon simbole satanike dhe këngët në tekstet e tyre janë të ngarkuara në blasfemi të pashoq. Gjithçka e mirë organizuar, gjithçka e mirë orkestruar, një larje trush me injektim tendencash devijante dhe një propagandë antikristiane me injektime diabolike në mitrën e krishteriment në Europë. Të tilla organizime, shfaqje, show satanik duhen braktisur. Abandonojeni, mos shpenzoni kohë ta dëgjoni, mos klikoni, mos e ndiqni. Besimtarët, të tilla shfaqje monstruoze duhet t'i braktisim për hir të brezave që do të vijnë, dhe jo vetëm. Çdo të vallë do ulem fëmijët e tanë, dhe të gjitha këto ndodhin sepse ne bëhemi spektatorë, sepse ne heshtim, sepse ne nuk reagojmë, sepse ne nuk rebelohemi. Jam mjaftueshëm njeri liberal, pa tabu, me ekstravaganca në mendim herë, por nuk mund të pranoj shfaqje satanike dhe simbole satanike në një festival të këngës europiane, të muzikës europiane, që dikur na ofronte kënaqësi, pasion, ndjenja. Na sillte së bashku, muzika dhe këngët e këtij festivali na mbushnin jetën të përditshme. Pa droje mund të them se na bënin shpirtërisht njerëz edhe më të mirë, më të butë, më të ndjeshëm. Asgjë nuk është si më parë. Mos qëndroni më spektator.